Mund të fillojmë? Nderuar zoti Dema, mirë se erdhët në intervistën për prokuror të shtetit. Unë jam Arjan Gashi, kryesuesi i panelit vlerësues për emërimin e prokurorit të shtetit. Në anën time të djathtë, është anëtari jo prokurori i panelit vlerësues zoti Visar Krasniqi, ndërsa në anën time të majt, ashtu siç po shihni, pra është anëtarja prokurore e panelit vlerësues zonja Elza Bajrami Kastrati. Ju me maljen e datës 24 qershor 2026, konform rregullores numër 07/2024 për emërimin e prokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të Prokurorive të Republikës së Kosovës, jeni njoftuar për përbërjen e komisionit dhe mundësinë e paraqitjes së kundërshtimit rreth kësaj përbërmje. Nga ajo që kam pa, ju nuk keni paraqitur kundërshtim rreth kësaj përbërmje, besoj se kjo është saktë, po. Ju njoftojmë se intervista juaj do të monitorohet nga këto dhe përfaqësuesit që kemi të Uleksit, zyrës së BE-s, pastaj OSBE-s, shoqërisë civile si dhe përfaqësues, po ashtu edhe nga administratat që do na mbështesin në punën tonë. I nderuar zoti Dema, ju njoftojmë se intervista regjistrohet me video dhe audio ingjizim dhe do të zgjatet nga 45 deri në 60 minuta. Gjithashtu para vetes keni aty edhe një fletë të zbrazët dhe një laps, po ashtu më duhet ju kujtoj se ky ingjizim pra përfundimit të këtij, domethënë gjatë kësaj interviste, po dhe intervista tjera që do t'i kemi, njëjta do të publikohet, pra pasi që të përndojnë gjithë intervista për ju dhe gjithë të tjeret. Dijuni qetë gjatë gjithë intervistës, nëse nuk e kuptoni do të pyetjen, do t'ju bajone edhe antarët, mund do me thonë që të kërkoni që ajo të përsëritet prapë një që ta keni të qartë pyetjen. Të gjithë antarët e panelit që kemi sot këtu, do t'ju drejtojnë pra me pyetje bazuar në kriteret e përgjithshme të poentimit dhe atë duke filluar nga koncept dokumenti, prezantimi i tij, integriteti, aftësitë udhëhecëse dhe menaxheriale si dhe njëritë profesionale dhe teknike. Dhe eventualisht, domethënë pyetje eventuale plotësuese që ata mund të kenë, ashtu siç parashihet pra edhe me rregullore dhe me ligj, sepse pyetjet plotësuese do vinë më tepër si rezultati i përgjigjeve të juaja që ju jepni. Andaj, i lutem këtu edhe anëtarët e panelit vlerësues që pyetjet të cilat i parashtrojnë të jenë konkrete, ndërsa përgjigjet e juaja që ju do t'i jepni, kërkoj që të jenë pra të jepni si përgjigje të qarta. Nga secili kriter, paneli pra do të parashtrojë nga 3 pyetje. Në kriterin e koncept dokumentit dhe prezantimit të tij, secili anëtar i panelit do të parashtrojë ka një pyetje që në total pra janë 3, kurse për kategorinë e integritetit 3 pyetje paraqiten nga anëtari Visar Krasniqi. Nga kriteri aftësive udhëhecëse dhe menaxheriale unë do t'i parashtroj 3 pyetje dhe në fund nga kriteri njerive profesionale dhe teknike Elza që është këtu sot me ne, Elza Bajrami do t'i parashtroj 3 pyetje. Nëse jeni të gatshëm, a mund të fillojmë? Përveç fletës që keni aty, pra mund t'ju sjell me fleta tjera të bardha, të zbrasta, sa që keni nevojë, pra mund t'ju sjellim fleta të tjera varësisht nga nevoja tuaj. Kohën e keni në menaxhimin tuaj, sepse do të zgjatë 45 deri në 60 minuta, kështu që varet nga ju se si do ta menaxhoni për secilën pjesë. Atëherë, nëse mund të fillojmë, unë po filloj me pyetjen e parë. A mund të prezantoni veten tuaj dhe të paraqitni motivin tuaj për të aplikuar në pozitën e prokurorit të shtetit? Po, shtyp aty. Mëse unë do ta ndal. Faleminderit shumë. Fillimisht ju përshëndes juve si antar të komisionit, përshëndes të gjithë pranishmit monitorues. Unë jam Adel Dema, i lindur me 8/7/1976, prokuror në Prokurorinë Speciale për momentin. Në sistemin prokurorial jam që nga viti 2011, fillimisht si ekspert antikorrupsion, e që nga viti 2014 si prokuror në Prokurorinë e Shtetit. Nga viti 2014 dhe në vitin 2018 kam punuar në Prokurorinë Themelore në Prishtinë. Fillimisht në departamentin e përgjithshëm, e që pastaj të emrohem nga kryeprokurori i shtetit i atëhershëm me vendim të tij si prokuror për çështje apo raste të krimit ekonomiko-financiar. Dhe aty kam kaluar një pjesë të mirë të kohës. Në vitin 2018 jam përgjigjur si prokuror në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Që nga ajo kohë jam marrë me raste të ndryshme, raste të cilat binë në domenin e Prokurorisë Speciale dhe jam provuar në të 4 departamentet. Ato që quhen 4 departamente e që i kemi pra terrorizmin, krimin e organizuar, korrupsionin dhe krimet e luftës.
Para kësaj, para se të jem pjesë e sistemit prokurorial, kam punuar me programin për zhvillim të kombeve të bashkuara, apo United Nations Development Program, si menaxher i programit dhe njëkohësisht edhe si ekspert për çështje ligjore, draftim të ligjit, çështje penale dhe çështje të tjera që lidhen apo janë lidhur në atë kohë me funksionimin sa më efikas të qeverisë dhe institucioneve tjera gjetse. Aty kam kaluar dikun 3 vite e gjysmë. Para kësaj kam qenë në sistemin doganor apo në shërbimin doganor, të atëherë është quajtur shërbimi doganor i UNMIK-ut, sot është shërbimi doganor i Kosovës, ku kam filluar nga viti 2000 dhe deri diku në vitin 2007, fund 2007-s, ku dhe kam dhënë ndërheqjen nga pozita e drejtorit të drejtorisë së hetimeve për të drejtorin doganor të Republikës Kosovës, njëkohësisht postin e zëvendës drejtorit gjeneral të shërbimit doganor. Kam kaluar në përfaza të ndryshme edhe në këtë institucion, kurse para këtij institucioni kam punuar me UNHCR ose UNHCR, me njerë pas përfundimit të luftës në Kosovë për një vit dhe Këshillin për refugjat të Norvegjisë. Shkurtimisht kjo është përvoja ime për sa i përket aspektit të punëve që i kam kryer dhe aspektit profesional. Njëkohësisht kam diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës, kam magjistruar në Universitetin Wake Forest në Winston-Salem në North Carolina, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjenerata 2015-2016, jam alumna i asaj gjenerate edhe e dini ju veç se të gjithë ne që kemi diplomuar atje jemi alumna të Wake Forestit, në të drejtën amerikane, me efekt veçantë në të drejtën penale dhe të drejtën ndërkombëtare, sepse atje zgjidhen lëndët në bazë të dëshirës së studentit. Pos kësaj kam edhe shumë specializime, profilizime dhe ngritje profesionale të ndryshme. Disa prej tyre i kam bashkangjitur, shumicën prej tyre, një pjesë të tyre jo, sepse nuk ju kam dhënë edhe shumë rëndësi për të qenë ndoshta pjesë e kësaj interviste, jo për shkak të mos rëndësisë të tyre, po për shkak që mos të ngarkoj edhe shumë dosjen time. Po njërën që do ta kisha veçuar është trajnimi apo specializimi im me prokurorin, sistemin prokurorial dhe gjyqësor të Mbretërisë së Bashkuar. Kjo ka qenë një vit program, ka qenë për menaxhim e monitorim të rasteve, ku unë jam përzgjedhur në atë kohë nga sistemi prokurorial i Kosovës dhe është një program i jashtëzakonshëm për mua, të cilin unë kam pasur fatin ta kryej. Unë personalisht e konsideroj si një lloj magjistrature shtesë, edhe pse nuk quhet e tillë, është specializim, edhe të cilin kam përfunduar me sukses të lartë. Po ashtu kam përgatitje të ndryshme në aspektin profesional, në aspektin menaxherial, flas 5 gjuhë huaja, 4 prej cilave i flas në nivel të jashtëzakonshëm të lartë, anglishtën, serbo-kroatishtën e kemi konsideruar ne, po sot janë gjuhë të dara, serbishtën dhe kroatishtën në nivel shkruaj edhe flas në nivel jashtëzakonisht të lartë, shkëlqyeshëm mund ta them, flas gjuhën maqedone në nivel shumë të lartë, flas gjuhën turqishte në nivel të kënaqshëm dhe flas gjuhën gjermane dhe italiane në nivel më të dobët. Janë më tepër këto të dyja nuk i përmenda, po në rregull. Është që motivi im gjithmonë e kam pa prokurorinë e shtetit si një prej institucioneve kyçe për funksionimin e mirëfill të shtetit. Një sistem prokurorial i fuqishëm do të thotë një shtet i fuqishëm. Një sistem prokurorial i fuqishëm do të thotë një garancë për të gjithë qytetarët e saj, atij shteti, qytetarët e Republikës Kosovës. Fillimisht njëri prej motiveve kryesore, pos aspektit tim personal të avancimit në karrierë, është edhe kontributi që duhet ta japë rritja e besimit të qytetarit në sistemin prokurorial, avancimi i standardeve profesionale në sistemin prokurorial. Këto i keni edhe në koncept dokument të cekullat, të cilën e keni para vetes ju dhe unë. Garantimin e një sistemi prokurorial profesional, të paanshëm dhe me integritet. Unë do ta kisha dhënë këto 3 pika pse unë sot gjendem këtu para jush. Pse unë sot e marr këtë guxim, dal dhe të flas para jush. Keni parasysh, unë personalisht
e kam analizu jashtëzakonisht shumë procesin para kandidimit tim këtu. Nuk është pozitë e lehtë. Është pozitë e cila me të vërtet kërkon jashtëzakonisht qëndrim, korektësi, profesionalizëm, integritet. Dhe gjatë tërë karrierës time, këto 4 komponente gjithmonë kanë rënë shprehje dhe si të tilla edhe janë treguar dhe vlerësuar nga ata të cilët është dashur dhe kanë pas kompetencë të më vlerësojnë. Besoj, po. Falë që pjo ndërpres, nëse mundesh pjesën e materialit që ke sjell, veç ta lesh anash ta mbyllësh për shkak të korrekcisë. Jo, nuk lejohet ajo pjesë që ta kesh dhe vazhdosh me pjesën tjetër. Ke çka duhet, ta kesh një letër të bardhë, cilën do ta shfrytëzosh për shënime eventuale që mund të marrësh. Faleminderit për mirë kuptim. Pra të gjitha ato që i thasht, në aspekt profesional, në aspekt të integritetit tim personal, në aspekt të dëshirës sime që ta shoh një sistem të avancuar prokurorial, më kanë motivuar, konkretisht për pyetjen e juaj, ta bëj përmbledhje, më kanë motivuar që unë sot të gjindem këtu pranë jush. Mirë, faleminderit do të thotë për përgjigjen. Atëherë pyetjen e radhës rreth koncept dokumentit e bën kolegu Visar, që kemi sot këtu, urdhëro Visar. Faleminderit kryesues, suksese prokuror në intervistën tuaj. Pyetja ime ka të bëjë me atë se a mund të bëni një prezantim të shkurtër të koncept dokumentit në fokus objektivat kryesore për mandatin tuaj 7 vjeçar. Objektivat kryesore. Siç edhe e keni, pra koncept dokument. Fillimisht, para se të flas për mbajtjen e koncept dokumentit, dëshiroj të them që përsa i përket sasisë së saj, unë ja përmbajtur një standardin ndërkombëtar, e cila parashet që një koncept dokument duhet të jetë 10 deri në 15 faqe maksimum. Prandaj edhe nuk kam lëvizur nga ai standard, them profesional, ndërkombëtar, i cili kërkohet në institucione, qofshin ato të zbatimit ligjit, qofshin ato institucione akademike apo të tjera. Sepse, po që se ju ma jepni besimin që unë ta udhëheq prokurorin e shtetit, ky koncept dokument do të shndrohet në dokument pune, i cili mund të ketë edhe 100 faqe. Siç e keni parë koncept dokumenti im bazohet në përgjithësi në gjëra të kapshme, të prekshme dhe të realizueshme. Fillimisht flas për motivin të cilën veç e thash. Çka më ka shtyë unë që ta aplikoj për këtë pozitë, besoj edhe për te u deklarova, megjithatë po e përsëris që 3 komponentet kryesore të mijat, të cilat i përmban këtë koncept dokument janë profesionalizmi, integriteti dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional i prokurorit shtetit. Po ashtu, një prej komponenteve kryesore të cilën e përmban këtë dokument është edhe llogaridhënia dhe transparenca. Në aspekt, në raport me qytetarët, në raport me institucione tjera, në raport me media, në raport me shoqërinë civile dhe të gjithë ata të cilët kanë interes pozitiv për zhvillimin e prokurorit të shtetit. E keni parë në koncept dokument përpos motivimit, përpos përvojës time, përpos arsyeve që më kanë shtyë e që më bëjnë të përshtatshëm për këtë pozitë, keni parë i kam bërë aty edhe disa pika i kam qitë te aspekti strategjik. Çka parashikoj unë? Në një e kom parashiku forcimin e më të tjeshëm të pavarësisë dhe integritetit institucional. Nëpërmjet lehtësimit të punës së prokurorëve nga ana ime atë sa mundëm, vazhdimit të krijimit të kushteve të fuqishme për prokurorët, si dhe zbatimit të ligjshmërisë së plotë në vendimmarrje. Në dy e kemi rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së punës së prokurorëve. Në 3, ke luftimin e vazhdueshëm të dukurive negative apo të kriminalitetit të lartë dhe jo vetëm, por sidomos kriminalitetit të lartë, që nënkupton luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit, krimeve të luftës, terrorizmit, si dhe të gjitha veprave penale tjera, të cilat ndikojnë direkt apo indirekt në mirëqenjen e qytetarëve
të Republikës të Kosovës. Në katër e keni llogaridhënien, transparencë. Llogaridhënia dhe transparenca janë një prej pikave kyçe në plan strategjik timin, në aspekt strategjik timin. Llogaridhënia jo vetëm para institucionit, por llogaridhënia para qytetarëve, llogaridhënia para mediave, llogaridhënia para shoqërisë civile, pra ata të cilët me të vërtet po e përsëris ka një interes pozitiv dhe kritika e tyre është pozitive në drejtim të zhvillimit dhe stabilitetit të prokurorit të shtetit. Nën 5 e kom qitë dhe digitalizimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional. Duhet hecim me kohën dhe të kapim hapat e kohës. Sot kemi për shembull sot ChatGPT, kemi inteligjencën artificiale, kemi shumë mënyra të ndryshme për të arritur një qëllim të dëshiruar, një qëllim të përbashkët për cilin ne dëshirojmë të ecim përpara. Duhet të ecim në aspekt kohor dhe digitalizimi duhet të jetë pjesë përbërëse e zhvillimit të prokurorisë, jo vetëm në aspekt të menaxhimit të lëndëve, por edhe në aspekt të zhvillimit të përgjithshëm profesional. Jo vetëm në ky aspekt kemi nevojë për zhvillim apo atë që quhet arsimimi i vazhdueshëm ligjor. Unë nuk do ta quaja për prokurorët arsimim i vazhdueshëm ligjor, do të thoja zhvillim i vazhdueshëm ligjor i prokurorëve, si dhe shumë rëndësi do t'i jepja edhe profilizimit të prokurorëve në fushat të caktuara. Në këtë drejtim, çfarë do të bëja në këtë drejtim? Këtë drejtim kemi nevojë për forcimin e më të tjeshëm të menaxhimit dhe zhvillimit të hetimit në fazat e hershme. Në fazat e hershme të hetimit duhet të jemi edhe më efikas që të shkojmë në aspekt të menaxhimit të hetimit. Në 2, në aspekt nacional, kohëve të fundit shumë shpesh përmenden GJITA, Joint Investigation Teams, apo ekipet e përbashkëta hetimore. Hetimet e përbashkëta hetimore në konceptin e saj të brendshëm nuk nënkuptojnë diçka brenda shtetit, sepse brenda shtetit vetë se nënkuptohet që çdo institucion dhe çdo qytetar është përgjegjës për të raportuar krimin një minutë më herët në prokurori. Dhe prokuroria e ka kompetencën ligjore që të udhëheqë hetimet. Por ekipet e përbashkëta hetimore vinë në shprehje sidomos në rastet ndërkombëtare, duke pas përbazë se krimi me karakter ndërkombëtar, multinacional, vjen çdo ditë më tepër në shprehje. Unë do në këtë aspekt, ka aspekti i forcimit pra të edhe zhvillimit të prokurorisë, si dhe specializimit të prokurorëve dhe forcimit të prokurorëve hetimit, do të rekomandoja zhvillimin sa më të fuqishëm të ekipeve të përbashkëta hetimore, si dhe hetimin multidisiplinar. Kjo lidhet për mu shumë është më rëndësi në aspekt nacional, në aspekt lokal apo regional, si dhe në aspekt ndërkombëtar. Ka pika e tretë përpos kësaj është ngritja e bashkëpunimit apo vazhdimi i ngritjes së bashkëpunimit ndër institucional në mes neve si prokurori dhe institucioneve tjera fillimisht, që janë në vit partë frontit i qymë ashtu policinë, doganat, administratën tatimore, Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, edhe institucione tjera të cilat janë me rëndësi në këtë aspekt. Pjesa tjetër e koncept dokumentit flet për raportin tim lidhur me propozime që unë e kam plan t'i bëj në qoftë se ma jep një besimin. Propozime konkrete për zhvillimin e më të tjeshëm dhe forcimin e prokurorisë së shtetit. Kuptohet kjo bëhet në koordinim të plot me Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe propozimet e mia do të shpalosen shumica prej tyre, mos them shumica, por shumica dërmuese prej tyre do të shpalosen dhe do të diskutohen fillimisht me Këshillin Prokurorial të Kosovës e pastaj edhe me të gjithë prokurorët tjerë apo në sistem të interesuar. Keni parë në një pikë, unë e kam thënë ndoshta një propozim që unë e parashikoj derisa jemi në bazë të nenit 109 të Kushtetutës së Republikës Kosovës, jemi të definuar si entitet kushtetues i pavarur, gjithmonë kam menduar dhe e mendoj edhe më tutje që ne duhet të kemi një lindë veçantë buxhetare.
Dikush mund ta ketë keq kuptuar dhe thotë, po ne nuk jemi kompetent për të krijuar linjat veçanta buxhetore. Nuk, asnjë moment unë nuk kam thënë që unë do të krijoj linja buxhetore. Apo ne si këshill apo mendoj prokurori i shtetit do të krijojmë linja buxhetore. Unë kam thënë do të propozoj krijimin e linjave veçantë buxhetore, sepse derisa jemi si entitet i pavarur, jemi në bazë të 109 të definuar si të pavarur si prokurori i shtetit, mendoj se duhet të kemi edhe një linjë të veçantë buxhetore që ne vetë si sistem prokurorial, si prokurori e shtetit, si Këshill Prokurorial i Kosovës, të ulemi, flasim, definojmë në mënyrë të qartë, në mënyrë të pastër, në mënyrë të ndershme nevojat tona financiare për zhvillim të matutjeshëm të sistemit ton prokurorial. Janë sfidat e ndryshme që i kam parapa une, por disa i kam përmend në koncept dokument. Një prej sfidave kryesore edhe më tutje ngjelet mbi ngarkesa me lëndë. Kemi jashtëzakonisht shumë lëndë. Sfidë tjetër e shoh zhvillimin e matutjeshëm të aspektit të hetimeve, që nga faza e hershme që përmenda më herët, e deri te përgatitja akta akuzës dhe jo vetëm, përgatitja edhe e vendimeve tjera, të cilat kanë të bëjnë me pjesë të tjera të procedurës, se jo gjithnjë kuptohet procedurat tona përfundojnë me ngritje të akta akuzës. Përfatësimi sa më i mirë në gjykata. Mendoj se juristi i mirë me pak fjalë duhet të përmbledh shumë, duhet të thotë shumë. Nuk jam i thari sasisë, jam i thari cilësisë asaj çka kemi, çka shkruajmë dhe çka e themi. Prandaj mendoj që edhe kjo është një prej sfidave me të cilat ne ballafaqohemi. Sfidë tjetër është ngritja, të cilën unë e shoh. Sfidë tjetër është ngritja e aspektit të bashkëpunimit ndërkombëtar. Bashkëpunimi ndërkombëtar. Përmenda më herët, ekipet e përbashkëta hetimore të ashtu quajtura gjit janë një prej elementeve në të cilat unë personalisht e mendoj dhe do ta propozoj që të zhvillohemi në mënyrë të vazhdueshme, të kryejmë kontakte në mënyrë të vazhdueshme, nëpërmjet Eurojustit, nëpërmjet Europolit, në nivel regional me shtetet me të cilat kemi vetë marrëveshje MLA, marrëveshje për bashkëpunim bilateral, edhe kështu me radhë. Çka kemi tjetër koncept dokument, të cilën unë ndoshta nuk e përmenda, po më fal. Vetëm që përkujtoj, sepse keni konsumu një pjesë bukur shumë të kohës, që të menaxhoni kohën për ju e kem, sepse intervista do të zgjat maksimum 60 minuta apo 1 orë. Prandaj e kam për ju që na lësh hapësirë pastaj edhe për pjesën tjetër të pyetjeve që do t'i bëjmë dhe përgjigjet të jepim. Domethënë, këshilla ime është të koncentrohesh vetëm në pyetjet që ne e bëjmë, pastaj për pjesën tjetër do të flet kur t'i vijë radha tek pyetjet. Faleminderit Visar për pyetje. Tash pyetjen domethënë e fundit për këtë kategori ka Elza, urdhëroj Elza. Këtu çeket. Faleminderit Kryesus, atëherë fillimisht suksese kandidatit. Pyetja jonë nga pjesa e koncept dokumentit ka të bëjë me në bazë të vizionit tuaj të paraqitur në koncept dokument, cilat do të ishin disa nga veprimet e para që do t'i ndërmerrnit si kryeprokuror i shtetit. Faleminderit. Pyetja unë një pjesë vetë se direkt apo indirekt vetë si u përgjigja unë gjatë elaborimit të konceptuar, ashtu e kuptova unë pyetje që më bëni elaborim të përgjithshëm, prandaj edhe ndoshta mora pak më tepër kohë, po gjithsesi këto që i përmenda pra pak më herët, zhvillimin e më të tjeshëm profesional të kolegëve të mi, prokurorëve. Rritjen e pavarësisë më të tjeshme në aspekt financiar dhe jo vetëm. Forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar me partnerët tanë fillimisht, si me shtetet regionale dhe më gjerë. Aspektin e buxhetit që e përmenda, të cilën unë do të luftoj personalisht me propozimet e mia, që të kemi një linjë veçantë buxhetore ku ne do të jemi të pavarur edhe në aspekt financiar. Komunikimin e vazhdueshëm, rritjen e bashkëpunimit, vazhdimin e rritjes së bashkëpunimit, po them gjithçka, vazhdimin e ngritjes së bashkëpunimit në mes neve dhe institucioneve përgjithëse në Republikën e Kosovës
për ndjekjen e veprave penale dhe jo vetëm këtyre institucioneve. Këto janë disa nga pikat kryesore të cilat I keni edhe në koncept dokument të përmendura që mos të zgjatëm më tepër edhe shkaku I kohës, ndoshta, po për çdo detaj tjetër e keni koncept dokumentin të cilin unë në mënyrë më detale në vija të përgjithshme e thash sepse është koncept dokument, nuk është plan pune, I kam përmendur. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Atëherë vazhdojmë me pyetjet nga pjesa e integritetit, ashtu sikur që ju njoftova, këtë pjesë do ta parashtron tri pyetje nga pjesa e integritetit, kolegu ynë Visar Krasniqi. Urna Visar. Në pjesën e integritetit do të thotë janë 3 pyetje. Pyetja por është pyetje standarde që përcakton vetë udhëzuesi. Është pyetje që nuk I lën diskrecion panelit me vonë, po është pyetje standard, atëherë po lexoj pyetjen, ndoshta ke pas mundësi edhe me pas sepse është pyetje në udhëzues, është publike. A ka ndonjë gjë në jetën tuaj personale apo profesionale, qoftë edhe nga e kaluara apo sipas njohurive tuaj, a është dikush nga familja apo miqtë tuaj që nëse do të bëhe e njohur për publikun e gjerë, mund t'ju sjell ju apo sistemin prokurorial në një situatë të mos respektimit ose të vënë në dyshim integritetin, autoritetin apo qëndrimin tuaj si prokuror? Faleminderit për pyetjen. Zë Krasniqi, në dijenin time jo, përkundrazi, qoftë në aspekt tim personal, po dhe në qoftë për aspekt familjar, jam dhe jemi një prej familjeve të respektuara në qytetin e Prishtinës dhe më gjerë. Unë jam I lindur në Prishtinë, kam përfundu gjithë shkollimin Prishtinë, jam rritë në Prishtinë. Në aspekt personal të imin, nuk ka asë një vrejtje të vetme, të cilin unë për këto 29 vite me 8 korik bëj 50, kam pasër. Po ashtu dhe familja ime, prindët e mi ndjerë kanë qenë njerëz të respektuar, njëri gjyqtar Gjykatës Supreme, tjetra mjekë. Nuk ka, në aspekt familjar po flas tash, jo vetëm personal, nuk ka ndonjë vrejtje e cila apo jemi ballavaçu ndonjëherë në jetë me ndonjë problematik. Qoftë ajo çfarë do karakteri, jo vetëm penal. Në aspekt profesional ju them se që nga fillimi I karrierës time, e deri sot ku jam këtu, gjithmonë jam vlerësuar në superlativa. Jeta ime dhe profesioni im kanë treguar ekselencë. Jo vetëm se po e them unë atë, sepse ashtu I tillë, në aspekt profesional jam vlerësuar dhe në aspekt personal kam krijuar miqësi e shoqëri me njerëz dhe me raporte ndryshme. Pra, në dijenin time unë nuk e di, mund të ketë pas ndonjë kundërvajtje në trafik, të cilën unë shumë më herët, të cilën nuk e di, nëse flasin bashkë deri në nivelin më të fundit të shkeljes ligjit, apo sjelljes time si qytetar dhe si profesionist në institucionet ku kam punuar, por në këtë aspekt jam totalisht I pastër dhe e vlerësoj veten si jashtëzakonisht të denj që në aspekt të integritetit të vazhdoj të përfaqësoj, po që se ma jepni besimin në mënyrë të tillë. Pse, më falni, nëse mundem edhe një fjali me kështu. Aspekti më I mirë I menaxhimit është në qoftë se veten e qetë si shembull për të tjerët. Pra si menaxher shumë është më rëndësi që të punosh me shembull personal. Dhe shembullin personal pastaj ta dash edhe me të tjerët. Faleminderit. S'ka problem. Pyetja e dytë, cilat I konsideroni rreziqet kryesore që cenojnë integritetin e sistemit prokurorial në Kosovë? Dhe cilat sipas jush janë dobësitë aktuale të mekanizma për parandalimin e kësaj çështje dhe adresimin e tyre? Nëse ka nevojë ta lexoj edhe një herë pyetjen. E ki rreziqet, pastaj mekanizmat, pastaj adresimi I tyre. Pak diçka fola për atë aspekti I elaborimit të koncept dokumenti që lidhet me pyetjen e juaj zoti Krasniqi. Megjithatë kishte rreziqet ashtu. Rreziqet janë aspekti ndërhyrjeve ekonomike, personale. Shpesh herë mund të jenë edhe me karakter politik. Nuk është që kam ndonjë shembull konkret që kemi pas, të cilën mund ta shpalos sot para jush.
dhe edhe nuk më kujtohet në jetë tillë, nëse ka qenë, po unë këto i shoh si 3 komponente kryesore: aspekti ekonomik, interesi ekonomik personal, interesi personal për çështje tjera, jo vetëm ekonomik, mund të pas edhe interesa tjera, si dhe ndërhyrjet politike. Kur them ndërhyrjet politike, e kam fjalën nga të gjitha aspektet politike të cilat mund të ndërhyjnë. Aspekti ekonomik lidhet me çështje të ndryshme interesi material, fillimisht, parimisht. Qoftë krimi organizuar, qoftë metodologjia tjera, qoftë mënyra tjera të cilat përdoren që prokurori më marrë drejtë një vendim i cili do të ishte i padëshiruar për drejtësinë, të drejtën dhe sistemin penal. E po ashtu edhe për prokurorin e shtetit. Aspekti personal lidhet me interesat ndryshme të cilat nuk kanë vetëm karakter ekonomik. Mund të kenë karaktere të ndryshme, të cilat mund të kemi familjar, mund të kemi miq, mund të kemi shoqëri, mund të kemi ku diun, rreth ma gjërë, të cilat do të ndikonin në një vendimarrje të mirëfillt dhe të drejtë në bazë të provave dhe fakteve. Treti është aspekti politik që e përmenda unë. Aspekti politik, jo vetëm dikush mund ta merr vetëm qeveria, nuk po flas vetëm aspektin qeverisë, po flas aspekt politik të gjitha partitë, të gjitha interesat politike, të gjitha grupimet politike, të cilat për interesat veçanta caktuar mund të ndërhyjnë në sistemin prokurorial. Përsëri, asnjë në këtyre 3 kategorive nuk po them që ka pas ndërhyrje direkte deri sot, po unë po i shoh gjithmonë si shumë fragjile ndonjëherë. Tjetra, cila ishte pyetja tjetër, nëse mundesh edhe një zë? Cila ishte? Adresimi i tyre, po. Si kryeprokuror, po, ashtu. Si kryeprokuror kuptohet adresimin e tyre do ta bëjnë në bazë të fakteve, provave, ligjeve. Çdo tendencë, çdo informacion i cili flet për një çështje të këtillë, një tendencë të këtillë, duhet fillimisht të argumentohet me prova dhe fakte. Por që se bindemi për ato prova dhe fakte, fillimisht do të diskutohet me Këshillin Prokurorial, me të gjithë edhe kuptohet me stafin tim, këshilltarët e mi, kryeprokurorët, prokurorët, po fillimisht me Këshillin Prokurorial do të diskutonim, do të bisedonim, do të shifnim cila është e vërteta nga gjitha këto që fliten. E pastaj për të adresuar në institucione tjera ndihmëse, të cilat do të na ndihmonin në një hetim të mirëfillt dhe në një vendimarrje të drejtë, të cilën ne do të duhet ta vazhdonim këtë punë. Pra adresimi kryesor është brenda sistemit, duke përmendur në një Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe pastaj strukturën hierarkike vertikale për sa i përket përbërjes së prokurorit të shtetit. Për më tepër përsëri e keni në koncept. Faleminderit shumë. Edhe pyetja e fundit nga kjo pjesë është: nga provuja juaj, çfarë mendoni ku qëndron dallimi ndërmjet respektimit formal të ligjit dhe veprimit në përputhje me standardet e integritetit personal? Prokurorial, Lexoj edhe një herë. Nga provuja juaj, çfarë mendoni ku qëndron dallimi ndërmjet respektimit formal të ligjit dhe veprimit në përputhje me standardet e integritetit prokurorial? Dhe mund si është një shembull praktik më ndallon. Pra, në aspekt lidhur me pyetjen e juaj, pjesa e parë ka të bëjë me respektimin formal të ligjit. Ne jeni kaq tot këte. Pa hyrë në detaje më tepër. Pjesa e dytë flet për një praktikë të krijuar në sistemin prokurorial. Ai është ashtu si pjesa e dytë në standardit, edhe një standardi të krijuar në bazë të asaj praktike. Gjithmonë praktika duhet të jetë në përputhshmëri me ligjin. Ne krijojmë një praktikë e cila nuk lidhet me aspektin formal ligjor, me aspektin material që e parashë ligji. Pra praktika krijohet në bazë të standardeve, në bazë të ligjit, kërkoj falje. Kemi raste konkrete të cilën unë mund ta përmend është rastin Nikuma. Për momentin ndjenin time për sot është rasti i cili ka përfunduar me aktgjykim të formës prerë, dhe për momentin e kemi vlerën më të lartë të konfiskimit, diku ndoshta mbi 1 milion euro. Ka të bëjë me pasim parave dhe me cybercrime, krime kibernetike. Po, ligji e parasheh aspektin formal, se çka është krimi kibernetik, se si duhet veprohet në aspekt
formal. Po në aspekt standardit të krijuar, kemi përdor përpos aspektit ligjor që vepra penale që kemi shkuar, në aspekt të hetimit, zhvillimit të hetimeve. Kemi krijuar dhe standard hetimor të krijuar jo vetëm në rajon, por e kemi marrë standardin e hetimit edhe nga shtetet tjera. Po. Një çështje, sy të publikut, diçka mund të duket si jo ligjore. Po. Po në fakt nuk është jo ligjore. Çka është ajo? Unë e kom përmend këtë. Në perceptim, ne duhet veprojmë gjithmonë në aspekt ligjor. Ne duhet jemi të bindur që jemi të vepru drejt. E keni në koncept dokument, unë kom thonë shpesher jam ballafaqu në jetën time, karrierën time, kom përmend. Edhe me vendime të cilat nuk kanë qenë shumë popullore në publik, ndoshta. Në perceptimin e parë, shiqimin e parë. Por ne gjithmonë duhet jemi të vetëdijshëm që të veprojmë drejt në bazë të aspektit formal ligjor, dispozitave ligjore, dhe pastaj në qoftë se ka dyshime, qoftë nga qytetarët, qoftë nga rrethi më i gjerë i asaj që e përmenda merret për sa i përket transparencës dhe komunikimit, të shpjegojmë se përse kemi ardhur deri te ato vendime. Pra, më e rëndësi për mua është, ndoshta nuk është popullore, atë lidhur me pyetjen e juaj, po gjithmonë unë jam dhe ngjelem 100% prej asaj që ne fillimisht dhe jo fillimisht, po thjesht ne duhet veprojmë vetëm në bazë të dispozitave ligjore. Ashtu që është parashifet me ligj, ashtu të vendosim dhe në atë formë të marrim vendimarrjen. Nëse është kjo përgjigja lidhur me pyetjen e juaj. Nëse kom kuptuar drejt. Mirë, atëherë, zotri Dema, veç po të njoftoj që na kanë mbetur 2 pjesë, 3 do t'i kem unë 3 pyetje, 3 pastaj do t'i ketë kolegja Els që është këtu, që i bin gjithsej 6, edhe për këto 6 pyetje keni prapërsisht janë 24 minuta në dispozicion që ju kanë ngel, nga koha e përgjithshme që ishte dedikuar për ju. Vazhdojmë tani me pyetjet nga pjesa hapësive udhëhecëse dhe menaxheriale, të cilat do t'i parashtroj unë. Dhe pyetja e parë për këtë pjesë është: nëse zgjidhni kryeprokuror i shtetit, cilat do të janë 3 prioritetet tuaja kryesore gjatë vitit të parë të mandatit dhe si do ta matni suksesin e tyre? E keni qartë pyetjen? Vazhdoni, përgjigje. Pyetja ishte për vitin e parë, ashtu? Po në ne është ashtu quajtura në aspektin menaxherial në shkencën menaxheriale, nëse mund ta quaj shkencë. Është quajtura inventarizim. Çfarë kuptoj me inventarizim? Është quajtura inventarizim. Inventarizim pra sistemimin e duhur të secilit burim, qoftë njerëzor, qoftë kapacitete të tjera në vend të duhur. Kjo është tendenca ime e parë, përsa i përket propozimeve të mia dhe drejtave të mia që i kam. Pra, duhet të dihet në mënyrë të qartë kush me çka mirët. Si do të vazhdohet tutje? Çfarë kulture e punës do të krijohet, do të vazhdon apo do të plotësohet? Kjo është pika e parë e imja. E dyta është komunikimi i përbashkët me Këshillin Prokurorat të Kosovës për zhvillimin e më të tjeshëm, ngritjen e më të tjeshëm të kompetencave që bien në domenin tonë, për sa i përket zhvillimit profesional, zhvillimit financiar dhe krijimit të praktikave të mira në mes të prokurorive të ndryshme, për sa i përket edhe rasteve tjera. Nën 3, forcimin dhe zhvillimin e komunikimit me partnerët tanë vendor, institucionet e ndryshme, primare, sekondare, si dhe forcimin dhe zhvillimin e më të tjeshëm të partneritetit tonë me partnerët tanë ndërkombëtar, e sidomos me shtetet dhe institucionet të cilat kanë pas dhe kanë gjithmonë qasje proaktive që ofrojnë ndihmë dhe që ofrojnë asistencë për neve si prokuror. Në këto 3 pika unë do të doja pjesën e vitit të parë. Pra, fillimisht prandaj përmenda inventarizimin. Ashtu quajtur inventarizim. Për sa i përket institucionit ton, unë duhet të jem edhe më familjar me atë se ku gjindemi dhe ku tentojmë të shkojmë.
Unë kam sot si prokuror special, unë kam disa informata, po nuk mund t'i kemi informata se çka ndodh në aspekt menaxherial, çka ndodh prokurori shtetit, cila është strategjia, çka thotë ajo strategji, a ka nevojë strategjinë ndërkohë me diçka të plotësohet apo të ndryshohet. Pra gjitha këto janë pjesë të cilat unë i shtina në pikën e parë për vitin e parë. Sepse viti i parë është një periudhë, në mendim timin është një periudhë jo shumë e gjatë. Është periudhë e shkurtë ku ti duhet të bësh disa identifikime, e cilat edhe vlerësime, e cilat pastaj do të shndrohen në metodologji pune për 6 vite të ardhshme. E dytë e kësaj pyetje ishte si do ta matni suksesin e tyre. Çtyne që i thatë, 3 prioritetet vitin e parë, se ta matni suksesin. Po suksesi matet në fundit në bazë të performancës së secilit. Pra bëhet vlerësimi i performancës së punës për secilin akter në këtë proces, me vetë rezultatet të cilat do të shihen në praktik, me vetë vlerësimet që do të bëhen nga partnerët vendorë ndërkombëtar, me vetë vlerësimet përsa i përket vetë vlerësimit tonë, me vetë vlerësimet të cilat do të jipen nga shoqëria civile, nga mediat, nga qytetarët, pra ngritja e besimit të qytetarëve për mu, edhe jo vetëm qytetarëve të Kosovës, por edhe institucioneve tjera, qofshin ato qeveritare, jo qeveritare apo mediat, do të jetë një prej pikave kryesore të cilat do të miren në aspektin e pyetjes suaj. Faleminderit zotri Dema. Atëherë pyetja e dytë që hyn në këtë kategori të aftësive udhëheqëse dhe menaxheriale është kjo. Nëse nga raportet e brendshme, domethënë nga raportet që raportohen brenda sistemit të prokurorial, rezulton se disa prokurori kanë performancë më të ulët në krahasim me disa prokurori të tjera për një periudhë caktuar kohore, cilat masa menaxheriale do të intermerrnit për t'i adresuar, domethënë këtë situatë, po ashtu në njërin anë, pra me adresu dhe në anë tjetër për me ruajtur pavarësinë funksionale të prokurorive dhe prokurorëve. Domethënë, nëse nga raportet e brendshme rezulton se disa prokurori kanë performancë më të ulët në krahasim me disa prokurori tjera për një periudhë caktuar kohore, cilat masa menaxheriale do të intermerrnit për të adresuar situatën dhe ruajtur pavarësinë funksionale të prokurorëve. E ke qartë pyetjen? Fillimisht do të bëhet identifikimi. Kemi një raport shembull, po imagjinojmë një situatë. Një X prokurori, këtë vit ka treguar një performancë më dobët se sa që ka treguar viteve të kaluara, apo edhe në raport me prokurorit tjera. Fillimisht për mua është më rëndësishme si kryeprokuror të identifikoj pse erdhi te ky rezultat. Çka ndikoi? Cila është arsyeja? Ndoshta nuk është fjala vetëm për performancë të dobët të prokurorisë. Ndoshta bëhet fjalë për mbi ngarkesë me raste, numër të vogël prokurorëve. Raste të cilat kërkojnë studim më të avancuar. Hetime edhe më të thella. Pra fillimisht është identifikimi. Çka sjelli deri te ky rezultat? Në qoftë se si rezultat, supozojmë, që ka aspekti profesional, që ka performanca e prokurorëve, atëherë do të bëhet identifikimi i dytë. A kemi nevojë për trajnime, shtesë profesionale? A kemi nevojë për ndonjë ndryshim në aspekt asaj që quhet menaxhim i zyrës, së veçantë prokuroriale. Cilat janë vlerësimet që janë bërë për prokurorët e caktuar? Cilat janë cilat janë metoda që i ka përdorur prokurori asaj prokurorie të veçantë? Pra fillimisht bëhet identifikimi i problematikës, ku qëndron problemi. Dhe pastaj shkojmë në procese tjera. Gjithsesi, se këto çështje do të diskutoj edhe me Këshillin Prokurorial të Kosovës, krejt varet nga rezultati përfundimtar që na del, qoftë rezultati që flet në aspekt pozitiv. Pozitiv po them për mos një performancë më të dobët, por nëse flet në aspekt pozitiv, pozitivitetin këtu e marr në atë aspekt që kanë pas mbi ngarkesë me lënd, apo ka natyra e lëndëve ka qenë e tillë që ata në bazë të standardit tonë të krijuar si Prokuroria e Shtetit dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk kanë arritur ta tejkalojnë apo ta arrijnë. Edhe pastaj edhe deri në metodat e fundit, të cilat nuk do të dëshiroj të shoh asnjëherë,
po deri te mënyrat e fundit, deri te ndonjë keqpërdorim i mundshëm i detyrave dhe të drejtave që i burojnë nga marrëdhënia e punës. Pra, identifikimin, diskutimin me Këshillin Prokurorial, ndërmarrjen e veprimeve konkrete për zgjidhjen e asaj situate. Këto 3 pika e daj çështjen për sa i përket pyetjes. Faleminderit zotri Dema, po ju kujtoj që ju kanë mbeti dikun edhe rreth 15 minuta kohë dhe dhe keni edhe 4 pyetje. Një, unë do ta kem fundin nga kjo kategori dhe 3 pastaj do të vazhdon Elza. E fundit nga kjo kategori është nëse gjatë mandatit tuaj ndodh një rast me interes të lartë publik që shoqërohet me kritika ndaj sistemit prokurorial dhe humbje të besimit të publikut, si do ta udhëhesnit institucionin në atë situatë dhe cilat do të ishin veprimet tuaja të para? Keni qartë pyetjen? Nëse ekspozohen dhe kritikave? Po, ndaj kritikave. Për një rast që ka interes ku publiku, po. Një rast me interes të lartë publik. Keni qartë? Vazhdo. Të them të drejtën, kryesues, pak e përmenda më herët, po e them pakës më gjithësisht tash, në përvojë time jam ballafaqur edhe me kësi rast. Pa qenë hiç ky prokuror. Si prokuror. Është me të vërtet një pozitë pa lakmueshme, sidomos për prokurorin, në qoftë se për një rast me interes lartë publik, marrim kritika nga publiku, nga qytetarët dhe nga publiku i gjerë. Gjithsesi, edhe këtu duhet në një të shkohet të flitet, mendoj, bëhet një evaluim i plot i atij rasti. Çka ka sjell deri ajo kritikë? Kritika do t'i merrja shumë serioze dhe veprimi do të ishte super i shpejtë. Të identifikojmë fillimisht se çka, pse dhe si erdhi deri ajo kritikë. Çka ndikoi? Pse interesi i publikut është aq i lartë për një rast dhe pos interesit, përse ekziston kritika kaq e lartë për sistemin prokurorial apo për prokurorin e shtetit. Fillimisht identifikimi. Në 2, komunikimi i sinqert dhe i drejtë. Nëpërmjet zyrës së komunikimit, të cilën planifikoj edhe matutje ta forcoj dhe avancoj, në qoftë se më jepni besimin, dhe të flitet ajo siç është. Në 3, veprimet e mundshme të cilat mund të ndërmiren në aspekt të zbardhjes, ta quajmë thojza, të këtij rasti për të gjithë palët e interesuara dhe qytetarët e Republikës. 4. Çka solli deri te ai rezultat? Pse erdhëm deri te ky përfundim? A është me të vërtetë ajo kritikë e jashtme e qëndrueshme apo bazohet në shpekullime apo ku e diun? Interesi im primar si kryeprokuror është mbrojtja e integritetit të prokurorit. Unë për atë pozicion, për atë punë jam aty. Mbrojtja e integritetit të prokurorit deri në fund. Dhe gjithmonë duhet ta kemi parasysh edhe institutin e dorëheqjes, se nuk mund të themi sot që një prokuror 2-3 gabuan dhe nuk pas ka përgjegjësi kryeprokurori i shtetit. Direkt apo indirekt në një moment do të lidhet, edhe mund të lidhet. Mos zgjerohem më tepër. Në mbrojtja e integritetit të prokurorit, deri në moment kur kuptohet që ai prokuror ka keqpërdor detyrën e vet zyrtare, ka keqpërdor të drejtat dhe obligimet e veta, dhe ka vepruar jo konform ligjit, po konform interesave të veta, të cilat mund të jenë ekonomike, personale e të tjera, të cilat i përmenda edhe më herët. Pra, përgjigjja e plotë në këtë është, kështu siç e thash i kryesuesi i nderuar, fillimisht identifikimi i plotë i rastit, pastaj komunikimi i sinqert me palët e interesuara dhe me gjithë publikun, dhe në fund zgjedhja e rastit në mënyrë të drejtë. Gjithsesi, në këtë rast është e pamundshme të anashkalohet Këshilli Prokuror i Kosovës dhe prokuroria konkrete për të cilën flitet apo ashtu siç e thatë ju, mund të ketë një kritikë për një rast me rëndësi të veçantë. Zotri Dema, tani pa humbur kohë, po vazhdojmë me pyetjet nga pjesa njëri profesionale dhe teknike, fjalën e ka Elza. Urdhë Elza. Profesor, faleminderit. Atëherë pyetja e parë. Si kryeprokuror i shtetit, çfarë masash konkrete do të ndërmarrnit për të siguruar që të gjitha prokurorit në Republikën e Kosovës
të respektojnë standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut gjatë ndjekjes penale, veçanërisht në rastet e ndalimit dhe paraburgimit në njërin anë dhe parimin e prezumimit të pafajësisë në anën tjetër. Prezumimi pa fajësisë, ajo është pika kryesore në çdo hetim të cilën unë e kam dhe zbatoj edhe sot e kësaj ditë si prokuror dhe do të shkoja edhe në aspekt do ta vazhdoja në aspekt të kryeprokurorit të shtetit, po që se e marr besimin për ta udhëhequr këtë pozitë. Është kushtetuta, janë ligjet e veçanta, është ligji penal, kodi penal kërkoj falje, të cilat e definojnë çështjen e drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së tyre. Ne kemi adoptuar këto konvente edhe pa qenë anëtare sot për sot Kombeve të Bashkuara, ashtu siç e dim të gjithë, dhe si të tilla, si paketë janë të përfshira nëpërmjet kushtetutës dhe kodit penal, zbatueshme edhe tek ne. Pra, prezumimi i pafajësisë është një prej pikave kyçe, kryesore, për sa i përket mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe lirive themelore të tyre. Si të tilla, ato vetëm vetë se i zbatojmë sot. Nuk është që nuk i zbatojmë. Nuk është që unë si kryeprokuror do ta sjell një novitet aty. Sepse sot si kemi zbatuar, por ne sot i zbatojmë. Unë do të vazhdoj me forcimin e zbatimit të tyre. Me kërkesat e mia, fillimisht për kryeprokurorët dhe për të gjithë prokurorët e tjerë, që në aspekt pa kompromis të respektojmë këto konventa ndërkombëtare, si dhe ligjet vendore dhe Kushtetutën e Republikës Kosovës. Po që se kjo është bazamenti i një hetimi të mirëfillt. Pa këtë nuk ka hetim të mirëfillt. Pa respektimin e plot të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, prezumimin e pafajësisë, hetimin e mirëfillt, nuk do të kishim rezultat konkret në zhvillimin e hetimeve. Pra, unë do të vazhdoj, e nderuara zonja Bajrami Kastrati, me avansimin, forcimin dhe zbatimin e plot për sa i përket kategorisë së mbrojtjes së të drejtave lirive, kësaj konventave ndërkombëtare dhe kushtetutës e ligjeve vendore që flasin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarit, e në këtë rast normal edhe të ndaluarit, pandehurit apo të akuzuarit. Pyetja e dytë, cili është vizioni juaj për zhvillimin e kapaciteteve të specializuara të sistemit prokurorial në fushat e korrupsionit të nivelit të lartë, krimit të organizuar, krimit kibernetik dhe konfiskimit të pasurisë? Dhe e dyta, si do ta shfrytëzoni dhe avanconit përdorimin e sistemit SMEL për të rritur efikasitetin dhe transparencën në ndarjen e lëndëve dhe monitorimin në kohë reale të performancës së prokurorëve në të gjithë vendin? Do të thonë, një pyetje është këto. Pjesën e parë e keni me fushat e specializuara ku janë korrupsioni në nivelit të lartë, krimi organizuar, krimi kibernetik dhe konfiskimi i pasurisë, dhe e dyta sa i përket sistemit SMEL, shfrytëzimit dhe avancimit të tij. Pakës për te, shumë me rëndësi është gjithmonë kom thonë, gjithmonë edhe kom kërku, atë sa kam pas kompetencone me kërku, që specializimet në fushat caktuara, sidomos në të fushat që i përmendet ju, krimin organizuar, korrupsionin dhe vepra tjera penale që bie në domenin e kriminalitetit lartë, kërkojnë specializim të avansuar e profilizim të prokurorëve. Specializimi avansuar e profilizimi të prokurorëve. Janë fusha ose krimi kibernetik që e përmendet, me dark web, me deep web, me të cilat kërkojnë me të vërtet një njohuri jo vetëm profesionale ligjore, po kërkojnë edhe një njohuri tjetër bazike ta quaj, mos them fail, po ndoshta bazike si prokuror, që ti të mund të notosh lirshëm në një hetim. Të mund të jesh i suksesshëm në një hetim. Pra, për këto unë jam kategorik që duhet të kemi trajnime vazhdueshme për zhvillim e profilizim prokurorëve. Sot për sot shumica e këtyne veprave penale që i përmendet ju, binë në kompetencën e prokurorisë speciale, por jo vetëm. Kjo nuk do të thotë që vetëm të kemi trajnime vetëm për prokurorët prokurorisë speciale. Ne kemi departamente të dara.
në cilat punojmë. Por trajnimet, ka trajnimet të cilat mbahen si të tilla. Por trajnimet duhet të identifikohen konkretisht nga kryeprokurori i shtetit dhe nga Këshilli Prokurorial, bashkërisht me kryeprokurorët tjerë të prokurimeve themelore, e speciales, e të apelit, të bëhet identifikimi i duhur. Ne kemi pas të nderuar anëtarë të komisionit, jeni edhe vetë dëshmitar, kemi pas trajnime të cilat janë quajtur ndoshta si të tilla, por në esencë nuk kanë pas ndonjë përmbajtje të duhur. Pra duhet bëhet identifikim konkret. Çka, nëse flasim për krimin e organizuar, çka konkretisht duhet në një trajnim caktuar një trajnim i caktuar të përmbaj. Për çka prokurorët tanë të cilat ne kemi vendosur t'i profilizojmë për një fushë të caktuar. Çka janë mangësitë e tyre? Identifikimin e mangësive të tyre. Çka kërkohet për të pasur sukses sa më të lartë në hetimin e mirëfillt dhe në përfundimin me sukses të këtyre rasteve. Pra kjo është ajo pjesa kryesore e imja ku unë e shoh si shumë me rëndësi specializimin apo zhvillimin profesional të vazhdueshëm, si dhe profilizimin e prokurorëve në një fushë të caktuar. Gjithmonë thot ka dhe kontramendime kësaj e nderuar Zoja Bajrami Kastrat. Ka dhe mendime të kundra se thot, ka dalë, nëse ne profilizojmë prokurorët, ndoshta ju japim aty në një komoditet të madh, që tërë karrierën e vet me punu këtu edhe në një formë apo tjetër mund të vi deri te edhe sukseset po mendoj te rezultatet pa dëshirueshme. Unë jam kundër kësaj. Është koha që ne të profilizohemi. Është koha të profilizohemi dhe të kemi prokuror specializuar për çështje të caktuara. Jo vetëm kjo, jo vetëm veprat që i përmend, disa prej tyre i përmendët. Unë e shoh në çështje të sportit, unë e shoh në çështje më të tjera, ku ne duhet të kemi prokuror të specializuar, të cilët dinë se si duhet të veprohet në një moment të caktuar. Pra, shumë është me rëndësi dhe patjetër se unë do t'i jap rëndësi dhe propozimet e mia do shkojnë këtë drejtim dhe vendimarrja ime do të jetë këtë drejtim, ka specializimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional. Faleminderit. Pyetja e tretë dhe e fundit, nëse gjatë mandatit tuaj si kryeprokuror paraqiten se mbeta për Smirin bash, kërkoj falje. Po, për sa i përket Smiri, Smiri e kemi në funksion, e dim si funksionon, sidomos ne që jemi sistem prokurorial, me gjithë mangësitë e veta që i ka, është një arritur shumë e madhe. Sepse kemi arritur, flasim për atë që unë fillim me quajta digitalizim. E që na duhet patjetër. Domethënë, vetë se kemi filluar me punu me të. Normal, secili fillimi ka vështirësitë e veta. Ka çështje që ndoshta themelore, bazike, të cilat Smiri nuk i parasheh. Për shembull, nuk ekziston një vepër penale të caktuar atje dhe përshkrimin si të tillë nuk mund ta bësh në rubrikat ku kërkohet. Megjithatë, është një hap shumë i mirë, i cili kërkon edhe më tutje zhvillim, që ta lehtëson punën e prokurorit, e lehtëson komunikimin me gjykatat fillimisht dhe me institucione tjera primare të zbatimit ligjit, po ashtu është i qasshëm dhe duhet të jetë i qasshëm, në qoftë se jo në tërësi pjesërisht, edhe për opinionin e gjerë. Ata, opinionin e gjerë, nuk kupton ato që i thash më herët. Veç duke llogaritë dhe kohën, nëse gjatë mandatit tuaj paraqiten pretendime serioze për shkelje disiplinore ndaj një kryeprokurori të një prokurorie, si do të asiguronit zhvillimin e një procedure disiplinore të pavarur, të paanshme dhe transparente, duke ruajtur njëkohësisht integritetin dhe besimin e publikut në sistemin prokurorial? Derit e nderuar, unë besoj u përgjigja këtë pyetje më herët, po jo për kryeprokuror, megjithatë do ta përsëris, është një në bazë të ligjit, në bazë të kompetencave të mia, unë do të veproj në këtë aspekt. Do të veproj jo personalisht, por në këtë aspekt do të kërkohet, nga unë krijimi i komisionit, ashtu siç parashihet me ligj, fillimisht disiplinore, që të mirën me vlerësimin, fillimisht me vlerësimin, se a me të vërtetë ekziston ndonjë veprim i caktuar i kryeprokurorit, i cili bie ndesh me ligjin apo dispozita tjera sekondare ligjore, të cilat janë në fuqi. Këto si hapin e parë. Nuk do të shkojmë në vepra penale, ekziston u boa u kiameti kërciti. Fillimisht do të më marr qetë. Kjo ka të bëjë me presionin të cilën ne ke si kryeprokuror. Kjo ka të bëjë me vendimarrjen edhe kur je që lidhet me pyetjen e zotit Jasniqit më herët, që më tha si do të veproje nëse je në presion të jashtëm, në presion publiku, në presion të institucioneve tjera. Pra, një vlerësim i asaj që quhet me kohë të ftohtë,
i bazuar në fakte, prova, evidenca. Ku, si, qka. Në qoftë se supozojnë pas ka ndodhur një vepër, ka mekanizma të para me li, si komisionet disiplinore, procedurat disiplinore që janë, po dhe matutjet e veprat penale shkojmë, të cilat do të vepranin ashtu siç parashifet me dispozitat ligjore. Unë si krye prokuror e kam kompetencë time edhe shkarkimin, po mendoj propozimin e shkarkimit për një krye prokuror, do të ishim në diskutim me Këshillin Prokurorial të Kosovës, ta shohim rezultatin. Me rëndësi, do të thonë pa dash periodikim çështjes, fajësi apo pa fajësi, do të veprohet konform dispozitave ligjore primare dhe sekondare në fuqi, të cilat parashohin procedurat e ndryshme, qoftë disiplinore dhe ato tjera penale të tjera, deri te komisioni disiplinor. Faleminderit. Faleminderit zotri Dema, atëherë veç po i ofrohemi fundit të kësaj interviste, 20 sekonda na kanë mbet, nuk besoj, a keni diçka tjetër për shtu për këtyre çka i cekom? Sepse edhe kohën e kemi të limituar. Unë ju falenderoj, do të thotë për përgjigjet. Po, shpejt, sepse jemi jashtë kohës. Unë mundova me përmbledh sa më tepër atë që kam qitë koncept dokument, për më tepër e keni koncept dokumentin dhe faleminderit për mundësinë që ma keni dhënë që sot të dalë para jush. Për fund, rekomandoni që pyetjet që ju janë parashtruar, mos t'i komentoni me tjerët, sepse mund ta dëmtoni konkurrencën tuaj. Unë ju falenderoj që jeshit, tani më jeni lirë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve shumë.